Informacion, kompensim për fluturimet e vonuara ose të anulluara. Kur ke të drejtë për kompensim, 1. Vonesë mbi 3 orë, kur vonesa është për faj të kompanisë ajrore. 2. Anullimi i fluturimit, kur anullimi është për faj të kompanisë ajrore. 3. Refuzim për shkak të mbingarkesës, overbooking, je paraqitur në kohë për check-in dhe nuk je lejuar të udhëtosh. Shuma e kompensimit, sipas distancës së fluturimit, 1500 km. 250 euro, 1500, 3500 km, 400 euro, 3500 km. 600 euro, ndjeka e procedurës së kompensimit ofrohet nga avokat Petrit Musaj, zyra e parë e avokatisë në Shqipëri që ndjek ligjërisht procedurat për kompensim dhe rimbursim fluturimesh të vonuara, të anulluara apo me mbingarkesë. Shërbimi nga zyra e parë e avokatisë, pa parapagim, pagesa bëhet vetëm në rast suksesi. Mjafton të dorëzoni dokumentacionin e fluturimit dhe ne ndjekim të gjithë procesin ligjor për përfitimin e kompensimit. Për më shumë informacion ose për të nisur procedurën, kontaktoni avokat Petrit Musaj.